është humbja e mamit tim. Ka qenë shtatzon me mu, por fati e deshti që ajo me ndërru jetë. Ka qenë pak e vështirë, mendoj që karakteri jam është shumë i fortë. I bëj ballë edhe gjërave më të vështira në jetë. Dua të them veç faleminderit këtë familjarëve të mi që lanë gjithçka për neve dhe edhe gatshëm të lënë përsëri. Kjo është historia e Fatlinda Gjyrevecit, vajzës që qysh në ditët e para të jetës u përball me humbje të mëdha, por u rrit e rrethuar nga dashuria, pavarësisht sfidave që shoqëruan që nga lindja. Ajo gjeti forcë dhe mbështetje te familja e saj, duke u rritur me mirënjohje për të gjithë ata që u kujdesën për të. Fatlinda, sot të kemi sjellë këtu për të ndarë një histori nga jeta jote, po së pari jemi të interesuar të dimë se kush është Fatlinda. Unë jam Fatlinda, jam 18 vjeç, mirë në modelizëm, kam fituar edhe çmimin si Miss Push Kosova, edhe Miss Best Style. Na fol pak më shumë rreth modelizmit. Modelizmi për mu ka qenë një ndër, kur kam qenë e vogël, kam kryer kurs për modelizëm, kam parë edhe konkurse për me marrë pjesë në Mise, ku kam fituar Miss Push Kosovën dhe Miss Best Style. Pastaj kam vazhduar me sfilata, javën e modës, edhe diçka e re po vjen së shpejti. Ti nuk je vetëm një fytyrë e bukur, po ke edhe një histori të cilën ke vendosur që ta ndash me një sonte. Po, siç e kam cekur historia ime, ose historia e jetës time, është humbja e mamit tim qysh bebe, dhe qysh ka viju jeta pas ndarjes me të. Natyrisht në moshën 2 muajshe ti nuk e mban mend as nënën, po nga fjalët e të tjerëve si ta përshkruajnë? Nuk e mbaj mend fare mamin, e kam parë vetëm në foto, dhe me fjalët e familjarëve të mi, ajo ka qenë një nuse, një vajzë shumë e mirë, e respektuar, e edukuar, që ka lënë mbresa shumë të mira në familjen time. Në moshën 24 vjeçare, mami e ndërroi jetë. Për shërimin e saj, janë kujdesë shumë si familjarët e babit, ashtu edhe familjarët e mamit. Në Kosovë nuk ka pas shërim, e kanë dërgu në Gjermani, me mendimin që ka me pas shërim. Në atë kohë, ose në atë periudhë, ka qenë shtatzon me mu, ku edhe unë e kam lindë në Gjermani. Ka qëndruar 2 muaj në spital, në kujdesin e mjekëve, por fati e deshti që ajo me ndërru jetë. Gjatë asaj periudhe, kam qëndru te tezja, te babi u dosht me ardhë në Kosovë për shkak 2 motra të mia, kam 2 motra të mëdhaja biologjike. Pastaj u kry ceremonimi i varrimit të mamit. Babi ka ardhur për me marrë mu në Gjermani, edhe kena vendos që me shku te gjagji. Por shteti u kanë dyshus për atësinë, kam bo një test babit të atësisë që ka rezultu pozitiv, edhe u vendosë që me qëndru me babin. Pastaj ka ardhur gjagji na ka marrë, edhe kena vazhdu me jetu te gjagji. Por arsyeja e motrave të mia biologjike, që jo kanë në Kosovë në kujdesin e gjyshit, gjyshës edhe familjarëve tjerë, ka vendosë babi për mu kthy, edhe mendoj që ajo kanë vendimin më i mirë që e ka marrë. Gjatë fëmijërisë tënde, a ka qenë e vështirë që të rritesh mbas se pa një nën? Ka qenë pak e vështirë momentet festive, 8 marsi, ditëlindjet, pa praninë e saj, por me praninë e gjyshes, gjyshit, gruas babit, hallave të cilat janë kujdes shumë për neve, nuk e kemi ndjerë atë mungesën e madhe. Si të kanë formuar familjarët e tu, karakterin tënd? Mendoj që karakteri jam është shumë i fortë, dhe i bëj ballë edhe gjërave më të vështira në jetë. E kam kalu këtë periudhën e fëmijërisë pa nën, ose si të themi si jetim, por mendoj që kam e kalu edhe shumë sfida tjera në jetë, edhe moj mi përballu. Ti nuk e mban mend ribashkimin me motrat, apo jo? Sa ke qenë? Isha 3 vjeç, ribashkimin me motrat nuk e mbaj mend mirë, por e di që
po kanë momenti ma i mirë jetës tem kur i kom pa familjarët e mi, edhe mbaj mend gjyshen edhe ftyrën e saj turkisht kur më ka pa. Cilove më pas ngjarjet në jetën tënde, mbas këtij ribashkimi? Në moshën 7 vjeçare e kemi kuptu që duhet me pas një krah ma të fortë, se kemi qenë në kujdesen e gjyshës. Na ka rritë shumë mirë, u kujdes shumë mirë për neve, dhe kemi lutë babi që të martohet përsëri. Babi me disa kundërshtime të vogla nuk do i kemi pranu, por pastaj e bindëm që mu martu prapë. U martu, kemi edhe 4 motra dhe një vëlla. E falenderoj Zotin që kemi edhe një grua aq të mirë në jetë, e cila na ka pritur mirë dhe mendoj që i kemi pritur mirë. Raportet tona janë shumë të forta dhe me motrat nuk i ndaj nga motrat e mia biologjike. Pra që keni të bërë një familje mjaft e madhe tani, apo jo? Po, Cila është pjesa më e bukur e të pasurit një familje kaq të madhe? është bashkimi jonë, lidhjet e tona familjare, dashuria jonë për njëri tjetrin, fatet familjare dhe kujtimet që kemi për njëri tjetrin. Si janë festat tani në familjen tuaj? Festat janë mjaft të mira, gjata, dhe mendoj që çdo përshkllok i zemrës time është mbushur. Nuk ndodh shpesh që fëmijët të lusin babain që të rimartohet, shumë shpesh janë edhe kundër kësaj gjëje. Po si keni ju marrëdhënie tani me njerëzën tuaj? Raportet janë shumë të mira, shumë të forta, dhe dua t'i them që e dua shumë. Cili është kujtimi më i bukur që ti e ke tani me gruan e babait? Kujtimet janë shumë të mëdha. Kisha me thënë që ardhja e motrave dhe vëllau tonë në jetë është kujtimi jam më i mirë. Ti një vajzë e fortë, edhe besoj se do kesh edhe një të ardhme të ndritur, po ka edhe shumë fëmijë të cilët janë gjendur në të njëjtat situata si edhe ti. Ke mbase ndonjë këshill për ta? Kam, vetëm dua t'i them që duajeni prindërit, respektojeni, dëgjojeni sa i keni gjallë, sepse një ditë do t'i mungojnë. Dua të them veç faleminderit këtë familjarëve të mi, tezëve, dajve, halla, gjyshit, gjyshes, miqallarëve, gjithashtu edhe babit që lanë gjithçka për neve dhe edhe gatshëm të lënë përsëri. Dhe i dua shumë.